më të komentuara laboratorike është vitamina D. Pyetjet e shpeshta që vijnë janë: a duhet ta testojmë vitaminën D, a duhet të marrim vitaminë D? Të dyja përgjigjet janë po. Vitamina D duhet testuar minimalisht një herë në vit dhe duhet suplementuar në të gjitha moshat duke filluar nga të poshtë lindurit. Kjo sepse ne nivelin e vitaminës D që kemi, nëse nuk marrim suplementim, 80% e marrim nga dielli dhe 20% nga regjimi ushqimor i cili është i varfër në vitaminë D. Kryesisht kanë vetëm disa peshë që kanë sasi dhjami apo yndyra më shumë dhe një sasi minimale e marrin dhe nga bulmetrat apo nga veca. Pjesa tjetër vjen nga dielli dhe kryesisht nga ekspozimet e gjata dhe ne atë që marrim kryesisht në muajt e verës. Të dyja këto nivele çojnë një vitaminë D kryesisht në nivele të moderuara, asnjëherë nuk arrin në nivelin që i duhet organizmit për të suplementuar si sistemin kockor, por ashtu edhe sistemin imunitar. Kështu që suplementimi duhet të bëhet gjithë vitin, pasi ne kemi testuar në kushte laboratorike nivelin aktual që kemi. Është vitaminë që tretet në yndyrna dhe gjithmonë rekomandohet të merret pas vaktit që është më i madh edhe kryesisht pas drekës. Vitamina D kryesisht rekomandohet të merret në dozë ditore, përthithet më mirë nëse është në formë likuide, pra në formë të lëngshme, dhe nuk rekomandohet të merren doza depo mujore apo 3 mujore, pasi ajo nuk shkon në nivelet e duhura në gjak, por një sasi e saj akumulohet nga indi dhjamor, sidomos në personat mbi peshë dhe obez, të cilët kanë një sasi indi dhjamor të madh, nuk rekomandohet doza mujore apo 3 mujore. Forma ideale është forma likuide dhe marrja e saj ditore.